Me që në vazhdimësi e ke mohu që e ke ditë në duken e vëdrëzit presje, i e vëtu në kokë të fëmijëve se nëse kisha ditë diçka, unë ju kisha ndihmu, së familjarëve të vëdrëzit, se paku nuk ju tregove se djali tyre është vrarë në shtëpinë tënde, presje, ku me duar tua e ke kapë për këmbë e jetoni për koke, të lidhur me konop e perdë të shtëpisë dhe keni provu një ashtu gjurmë në malet e Vllazalisë. Po ti ka përfunduar. Ai e pëndu për vrasjen dhe tentativen për ta zhduk trupin e tani të ndjerit të drejtësit. Si person që ke dasht me zbulu të vërtetën, dhe si personalitet ke luftu me masku dhe drejtësitin me zhduk përjetësisht, këndë një fjallë për palën e dëmtuar, sepse në mënyrë makabër e vrarë lajnë djalin, bashkëshortin, presje, e mbajtë 24 orë në shtëpi të vrarë, presje, me veturën tënde, e katandise në mal dhe me beglat tua të punës e varrose në shpresë se nuk do gjendet kur. A kene fjallë? Si person i shkolluar e biznismen me profet. A keni qenë djeni se me vradi kanë presje, me vu qeset të zezë të bërlogët në kokë, e me lidh me kanop, e me mështjedh me berde, është dhe për penale që të dënohet të në përgjenë për jeqëm. Ma tonë nuk e ke ditë. Nuk kanë të gjithë. Në vëmendje, po e ndëgjoj pyetjet e parashkruara nga përfaqësuesi autorizuar i palës së dëmtuar. Mirë po, pavarësisht statusit të pandehurit, konsideroj se përdorja e fjalëve rrend nuk lejohet dhe në parashtrimin e pyetjeve do të pas kujdes. Kjo rrend, ajo rrend, kjo rrend, këtë që në procedurën penale fjallat rrend nuk Beglat me cilat e varrose dhe drejtësitin. A janë të njëjtat në ato që vazhdove në punu të nesër, a i ka dru. Apo të vret ndërgjegja sot në këtë salë, kur të tjerët pas teje po vajtojnë, në kaq ti vazhdan me uni krenar në të drejtën që ligjit e ofron, e që në fakt as keqardhje për ta nuk shpreh e as falje nuk kërkan. Nuk gëtohem. Kur
kurës, në gjatë Vasariu, nuk kam i, në Betri Rezetin, as nuk kam lidhe, as nuk kam lidhe. Nuk din qka monet njeri më betu ma shumë, pashnim, në herë mirë, në Betri Rezetin, që kush është, atë qka është, jetën. Me këtë qartë më duhet më njëftu, më duhet më ndërprej me rritë procesin për shkak se morëm një njëftim që në rak 16-10 minuta do të ndërprej rryma. Po i pysim juve a keni shkruar me çështën që kuron që kam se kom pak shpallavet, që ka transkript, ndosë nëse mund të konfirmoj. Të transkripti i përgjimeve me qenë se. A galu.